Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takohemi edhe në këtë javë. Sot do të trajtojmë një çështje shumë të rëndësishme që prek shëndetin tonë. Edhe pse i takon sëmundjes së kaluarës, tuberkulozi vazhdon të jetë prezent edhe në ditët e sotme. Sa i rrezikshëm është tuberkulozi sot, si mund ta dallojmë në fazat e hershme dhe sa është i shërueshëm nëse diagnostikohet me kohë. Për të përgjigjur këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera, të ftuar kam pulmologun Gazment Zhuri. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit juve për ftesën. Doktor, duke ditur që 24 mars është dita ndërkombëtare e tuberkulozit, fillimisht mund ta nisim me pyetjen se çfarë është tuberkulozi dhe si shkaktohet ai? Po, 24 marsi, ashtu si thatë edhe jo, është dita ndërkombëtare e luftës kundër tuberkulozit. Për shoqëruesit informata pse bash 24 marsi, se në vitin 1882, Robert Koch, një shkencëtar mjek gjerman, zbuloi bacilin e tuberkulozit. Dhe kjo ishte një zbulim shumë i rëndësishëm, i madh, për të cilën Robert Koch edhe morë çmimin Nobel. Pse? Sepse zbuloi që bakteria Mycobacterium tuberculosis është shkaktar i sëmundjes së tuberkulozit, që do thotë që është gjetur shkaktari, ka pas teori të ndryshme se shkaktarët mund të jenë të tjerë, lodhja, raskapitja, mandej ulja e imunitetit që edhe ashtu janë, po shkaktari kryesor është bacili i tuberkulozit. Bacili i tuberkulozit jeton në ambiente të ndryshme, zakonisht tek njerëzit të sëmurë, të cilët e kanë tuberkulozin, dhe përhapet përmes kollitjes, të shtitjes, apo të folurit me zë. Ajo që është me rëndësi që bacili i tuberkulozit jeton shumë gjatë jashtë ambienteve të organizmit të njeriut. Do të thotë, në qoftë se një njeri vuan nga tuberkulozi dhe shtyn këtë bazën në rrethina, në ambiente, në tokë, kështu me radhë, në një ambient të volitshëm ku nuk ka diell, ai jeton me ditë dhe me javë i gjallë dhe mund të rrezikojë edhe njerëzit e tjerë. A është ngjitse kjo, si transmetohet më parafërsisht me një person tjetër nëse kemi afër? Po, fatkeqësisht tuberkulozi është sëmundje shumë ngjitse dhe ngjitet për një personi i cili është i sëmurë nga tuberkulozi tek persona të tjerë të cilët nuk e kanë. Sigurisht që sëmundja nuk ngjitet shumë lehtë për një herë, por i duhet një kohë. Ne themi, sipas studimeve shkencore, që një njeri i sëmurë me tuberkulozë, që nuk është trajtuar dhe nuk merr medikamente, nëse është në kontakt me persona të shëndosh, brenda një viti mund të sëmujë 10 deri në 15 njerëz të tjerë, do të thonë përmes kontaktit. Zakonisht kontakti i afërt është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Do thotë, janë të rrezikuar personat të cilët jetojnë në familje të afërt, do të thonë familja e ngushtë, shoqëria apo edhe kolektivi nëse është vazhdimisht në kontakt me një pacient të sëmurë. Do të thonë, nëse një person e ka sëmundjen e tuberkulozit dhe kollitet ose të shtitet, atëherë është shumë infektiv për rrethin në të cilin jeton. Po doktor, cilat janë ato shenjat e para që na alarmojnë neve që mund të kemi një tuberkulozë ose diçka që mund të ngjallë dyshime tek ne? Kjo është një pyetje e mirë për arsye se tuberkulozi nuk ka ndonjë shenjë specifike që e dallon prej sëmundjeve të tjera. Ajo që e dallon prej sëmundjeve të tjera është se simptomet janë të ngadalshme dhe përsëriten kohë pas kohe. Me fjalë të tjera, fillon në formë të një inflamacioni ose ftofje të thjeshtë të rrugëve të sipërme të frymarrjes, kollitje e cila nuk kalon pas trajtimit, pas 3-4 jave me terapi, nuk kalon, zgjat një muaj e gjysmë kështu me radhë, dhe kollitjet përsëriten kohë pas kohe. Pacienti i cili vuan nga tuberkulozi dhe nuk e din, humb në peshë, humb oreksin, ka djersitje gjatë natës, ka lodhje të pashpjegueshme. Shpeshherë ata jatur i bojnë këto simptome situatës në familje, lodhjes gjatë punës, duhanpirjes e kështu me radhë, por këto janë simptomet të cilat e dallojnë tuberkulozin prej sëmundjeve tjera, kisha thonë djersitja natën dhe kroniciteti apo zgjatja e simptomeve me muaj. Po kemi dëgjuar edhe për kollitjen me gjak. A është kjo një ndër shenjat që mundën me dyshu gjithashtu më arsyeshëm e kanë shenjen me kollitje me gjak se sa të tjera? Po, kollitja me gjak apo hemoptizi, si themi ne në gjuhën e mjekësisë, është një ndër simptomet karakteristike të tuberkulozit të mushkërive. Por, për fat të keq nuk e dallon për shembull nga kanceri i mushkërive. Edhe kanceri i mushkërive i avancuar shkakton kollitje me gjak, mandej janë disa sëmundje të mushkërive siç është për shembull bronkiektazie apo cistet në mushkëri, të cilat nëse janë të inflamuara dhe nëse pacienti kollitet me intensitet të lartë, atëherë mund të pasojnë me gjakdedhje
nga goja me këlbaz. Por, keni të drejtë, një ndër simptomet kryesore që dallon prej sëmundjeve tjera është këlbaza me gjak, e cila faktikisht e alarmon pacientin se diçka nuk është mirë në organizmin e tij. Po si duhet ja bëjmë për kontrollat apo vizitat e para? E para është që pacienti i cili ka një simptomatologji të thjithë, ka ankesat të cilat i përmenda, do të thonë ka lodhje, ka djersitje dhe përkundër terapisë, të cilët shpesh ne edhe vetë fillojmë me antibiotik pa e konsultuar mjekun, njerëzit dhe e shohin që nuk ka përmirësim të gjendjes dhe kollitja zgjat më tepër se 3-4 javë, atëherë duhet i drejtohemi një ambulancës më të afërt në qendrës klinike, faktikisht në ndonjë CKMF, në mjekësitë familjare, edhe mjeku e merr një anamnezë, e bën një vizitë të pacientit dhe nëse ka nevojë, e bën edhe një radiografi të mushkërive, e cila është faktikisht mënyra e vetme për ta zbuluar tuberkulozin. Sigurisht që janë edhe metoda të tjera, për cilat do të flasim, siç është marrja e këlbazës. Po nuk merret këlbaza në çdo institucion shëndetësor. Janë institucione specifike në Kosovë që quhen dispanzeri të sëmundjeve të mushkërive që janë në kuadër të qendrave kryesore të mjekësisë familjare dhe spitaleve regionale të Kosovës. Për shembull në Prishtinë, dispanzeri i sëmundjeve të mushkërive gjendet në CKMF-n kryesor të rrethi, do të thonë në qendër të Prishtinës, e ka oborin e rrethum me xhelbrim, është një objekt i vjetër. Por në qendra të tjera, për shembull në Prizren dhe në Pej, janë në kuadër të spitaleve regionale. Dhe një pacient, një njeri i cili ka këto simptome që i përmenda, duhet të lajmërohet në vizitë të mjeku. Të ndalemi pak tek rastet në Kosovë kohëve të fundit, a ka ndonjë rast më të rritur? Kosova fatmirësisht ka rrëmje të tuberkulozit që nga viti 2000. Në vitin 2000 ka pas dikon 901.000 raste të evidentuara, të cilat ndoshta kanë qenë pak numra të fryra, meqense s'kemi pas evidencë të saktë, por vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga programi kombëtar i tuberkulozit, dikon rreth 500 raste të reja janë zbuluar në Kosovë. Do të thotë se ende kemi raste me tuberkulozë të cilat lajmërohen kohë pas kohe. Vetë pyetja, po pse nuk po zhduket tuberkulozi? Sëmundje e vjetër, e cila daton që nga koha e egjiptasve të vjetër, janë gjetur edhe të faraonëve, janë gjetur në kockat e faraonëve dhe në kockat e njerëzve të asaj kohe shenjat të tuberkulozit të kockave. Është një sëmundje shumë e vjetër, një sëmundje rezistente, e cila fatikisht po përcillet edhe në ditët e sotme dhe nuk mund të shkatërrohet, nuk mund të eliminohet në tërësi, është kronike dhe ka simptomatologji shumë të ngadalshme. Po si mund të diagnostikohet meqense trajtimi është shumë i vështirë? Po, tuberkulozi diagnostikohet, si thash më herët, në bazë të anamnezës, apo mjeku e merr në pyetje pacientin dhe e pyet për simptomet kryesore, dhe ajo që ne i japim jashtëzakonisht rëndësi është anamneza e familjes. Do të thotë, e pyesim, a ke pas dikën në familje të sëmurë nga tuberkulozi, apo a ke qenë në kontakt që ke dijeni për dikujt që ka tuberkulozë në afërsi, në shok, koleg, dashur, e ku ta diun. Do thotë, këto janë ato elementet të cilat na flasin dhe na tregojnë që dikush ka qenë në kontakt me tuberkulozën. Kjo është alarmi i parë. E dyta, e udhëzojmë në dispanzeri, e bëjmë një radiografi të mushkërive. Në qoftë se nuk ka ndryshime, por ne dyshojmë në tuberkulozë, duhet patjetër te specialisti pulmolog në Kosovë, pulmolog kemi mjaft, dhe atëherë merret këlbaza, bën analizat e gjakut dhe zbulohet bacili i tuberkulozit. Po çka ndodh nëse pacienti e ndërpret trajtimin? E para, trajtimi i tuberkulozit zgjat shumë, 6 muaj. Edhe kjo është pak e bezdisme për pacientin, dhe më kujtohet në kohën kur kam qenë mjek i ri dhe specialist në klinikën e sëmundjeve të mushkërive, e di që pacientat shpesh edhe kanë ndërprer, mandej kanë mshef tuberkulozin, nuk kanë tregu, kjo është një problem tjetër, që tash nuk ndodh fatmirësisht, dhe njerëzit janë vetë të disu dhe lajmërohen te mjeku dhe trajtohen me kohë. 2 muajt e parë duhet të mirë dikun 12 tableta në ditë. Pastaj, pas 2 muajve, vazhdon faza e vazhdimësisë së trajtimit të tuberkulozit, që vazhdon me 4 tableta dhe gjithsejt janë 6 muaj të trajtimit. Ndërprerja e trajtimit të tuberkulozit shkakton rezistencë. Çka do të thotë kjo? Që në qoftë se një njeri është trajtuar me tuberkulozë dhe me dashje apo pa dashje, me primosdijes ndoshta e ka ndërprerë trajtimin, krijohen shtame rezistente të bacilit tuberkulozit. Dhe atëherë trajtimi komplikohet. Çka do të thotë kjo? Duhet të vazhdohet edhe 3-4 muaj, mund të shkaktojnë probleme të rezistencës
dhe banat për trajtimin e rezistencës janë jashtëzakonisht të shtrejta dhe janë shumë toksike. Kosova i ka ato bana. Po, a ka bana të tjera të cilat do t'i zëvendësojmë ato që ka qenë duke i përdorur paraprakisht? Do të thotë, përpos atyne banave që i ka përdorur, janë disa banave që ne i quajmë antituberkular, do të thonë për tuberkulozë rezistente, MDR rezistente tuberkulozë dhe trajtimi zgjat deri në 1 vjet ndonjëherë. Dhe kjo është problemi kryesor. Janë edhe toksike, ndikojnë në mëlçi, ndikojnë në veshk, ndikojnë në sistemin nervor, edhe të pacientin që shkaktojnë ndjenjë jo të mirë. Prandaj, trajtimi me kohë, edhe trajtimi me tuberkulozë, antituberkular të rendit të parë kishte me qenë mënyra më e mirë. Po doktor, nëse janë duke u trajtuar në gjendjen siç i është paralajmëruar pra nga pulmologu, a do të me pas edhe ndonjë këshilltar të tjetër apo psikolog tjetër që mund të m'ja ndihmu pak trajtimin? Unë kam qenë drejt për drejt i kyçur në programin e mbrojtjes kundër tuberkulozit në Kosovë dhe e di shumë mirë se ne jemi marrë me infermierët. Do thotë infermierët kanë qenë ato që janë trajnuar për biseda, për kontakt direkt me pacientin dhe me familjar. Do thotë nuk kemi ndonjë psikolog të posaçëm, po infermierët të cilat punojnë në institucione shëndetësore, për shembull në shtëpi të shëndetit apo në dispanzeri, edhe një infermiera e cila është pak më e zezme dhe më e vullnetshme, i kemi trajnuar mjekët i kemi trajnuar, ju kemi dhënë këshilla, ekzistojnë edhe rekomandimet në formë të shkruara se si duhet i çajmë psimi një pacienti. Në rastet e caktuara, nëpër klinika, nëpër spitalet regionale, janë dhoma të posaçme konsultative, ku thirren familjarët të cilët kanë pas kontakt me tuberkulozë, edhe pyeten a ke pas ndonjë shenjë apo simptom, a ndihesh mirë ose jo, edhe e bëjmë ekzamenimet e tyre dhe trajtimin sipas nevojës. Do thotë kjo është mënyra se si realizohet kjo. Po kush janë ato grupet më të rrezikume prej tuberkulozit? A janë edhe moshat më të reja? Edhe a ka raste në Kosovë? Te raste të reja fatmirësisht ka shumë pak. Do thotë në moshat fëmijëve e kam fjalën ose moshat e fëmijëve në 9-18 vjet, por moshat e prekura janë ende të rinj. Të rinj të cilët janë prej moshës 20 deri në 30 vjet deri në 35 vjet. Por tani është një trend pozitiv në kuptimin që rritet numri i pacientëve me tuberkulozë tek moshat mbi 60 vjet. Pse mbi 60 vjet? Për shkak se imuniteti bën, fillojnë sëmundjet kronike, ata që kanë diabetin, ata që kanë sëmundje kronike të lukthit, pastaj ata që janë në hemodializë, ata janë posaçërisht të rrezikuar nga tuberkulozi sepse kanë imunitetin e dobësuar. Edhe fëmijët janë të rrezikuar, po fatmirësisht krahasim me vitet kur unë kam qenë student dhe mjekëri, ka shumë pak me tuberkulozë tek fëmijët. A ka ndonjë vaksinë kundër tuberkulozit? Po, ekziston vakcina e tuberkulozit që quhet BCG apo BCG, e cila është një vaksinë shumë e vjetër, ose Bacillus calmette-guerin, injektohet te fëmijët e posalindur në spitale apo në institucione shëndetësore regionale. Do thotë në ÇKMF, edhe me njëherë pas lindjes, fëmiu i posalindur e merr vaksinën BCG, e cila nuk mbron prej tuberkulozit, por mbron prej formave të këqija, prej formave të rrezikshme të tuberkulozit dhe krijon një imunitet në mbrojtje të tuberkulozit. Që do të thotë, nëse ne të gjithë jemi vaksinuar, edhe njerëzit janë vaksinuar, nuk do të thotë se mund të smuhen prej tuberkulozit të mushkërive, por nuk smuhen prej formave të rënda dhe nuk shkakton vdekje. Po cilat janë ato forma të njëjtën e përditshme që na duhet më kujdes për veten tonë? Po mendoni cilat forma të tuberkulozit? Format e tuberkulozit që duhet me urrujt dhe janë më të rrezikshme tuberkulozi me kaverna apo tuberkulozi i hapur, si themi ne. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që bacili i tuberkulozit e ka një veti që shkakton shkatrim të indeve të mushkërive. Dhe mushkëria shkatrohet dhe formon nekrozë gazeoze, në formë të djathit, kur fillon pacienti me pshty gjak, na e dim që veç janë formuar kaverna apo zbrastira në mushkëri. Dhe aty ka plot bacile, një kollitje, një të shtitje me miliona bacile dalin në hapësinë, në ajër. Dhe ata pacientë janë të rrezikshëm, edhe në autobus, edhe në tren, edhe në aeroplan, në qoftë se janë të tillë, janë të rrezikuar. Kështu që këto janë format më të rënda dhe më të rrezikshme dhe minjëherë duhet të izolohen në spitale, të trajtohen me kohë dhe mos lejohet që të krijojnë komplikime. Po doktor, a kanë vështirë frymarrjen që e bëjnë ata persona që janë të prekur? Kanë edhe pengesa në frymarrje, po kollitja është simptomi më i rëndësishëm, lodhja, djersitja, temperatura kohë pas kohe, edhe frymarrja
sigurisht që çrregullohet, nuk është sikur në kushte normale. A është rikthyese kjo sëmundje duke ditur që trajtohen, mund të kaloj, mund të themi ashtu që kalon, edhe pse tha që nuk është plotësisht e shërueshme, pa a mund të rikthehet? Mund të rikthehet në disa kushte. Për shembull, nëse vjen imuniteti, në rrethana të caktuara, zakonisht çrregullimet e mëdha, lëvizjet shoqërore, luftat, pastaj lëvizjet e popullatës për shkaqe të ndryshme, mandej rrëmja e imunitetit, mungesa e ushqimit ose mos ushqimshmëria e mirë, këtë kjo janë mundësi që një njeri i cili e ka është trajtuar nga të tuberkulozit i kthehet sërish. Po ashtu ata që kanë smundje shoqëruese, thash nëse në ndërkohë ju lajmërohet diabeti, ose janë në hemodializë, ose kanë të operuar luktin, edhe personat të tjerë janë të rrezikuar që t'i kthehet prapë sëmundja, nëse nuk trajtohen mirë ose janë në situata të tilla që ju përmenda. Doktor, duke qenë që ti merresh plotësisht me këto raste, sa janë të mirë informuar qytetarët në vendin tonë? Ne në Kosovë kemi shpenzuar shumë dhe kemi shpenzuar shumë kohë dhe materialisht kemi shpenzuar kohë dhe për punë të informimit të njerëzve, qoftë përmes mediave, televizionit, radios apo përmes leafletave apo letrave që i shpërndajmë nëpër institucione shëndetësore, nëpër shkolla. Unë mendoj që është jashtëzakonisht mirë informuar popullata. Sigurisht i ka diku njerëz të cilët nuk i njohin, po për tuberkulozin unë mendoj që është një ndër programet më të suksesshme në Kosovë. Edhe kemi kontribut të gjithë, këtë pulmologët e Kosovës, kemi bërë një punë të jashtëzakonshme dhe jemi duke bërë edhe më të tjerë në mbikëqyrje të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Programit Kombëtar të Tuberkulozit dhe rezultatet po shihen. Ende kemi tuberkulozë, ne nuk mund të themi që do ta eradikojmë se s'kan mujt edhe shtetet shumë më të avancuar se ne, po e kemi pru në kontroll dhe në mbikëqyrje dhe kjo është shumë e rëndësishme. Doktor, cili është ai mesazh i përfund që mund t'i japni publikut për ndërgjegjësimin e tuberkulozit? Atëherë, si thash edhe në fillim, është një smundje msheft, tinzare, dhe një person i cili e ndin veten të lodhun, ka kollitje, posaçërisht në këto periudhat e gripave, e cila nuk kalon pas 4 javë, 1 muaj dhe përsëritet pas një kohe, shkakton lodhje, plagështi, patjetër të lajmërohet te mjeku, meqenëse se tuberkuloza ende ekziston dhe ende po shkakton probleme në Kosovë. Dhe kjo është mesazhi jam kryesor. Doktor, faleminderit shumë për krejt informacionet dhe këshillat që i dha për shikuesit tanë. Faleminderit juaj për ftesën. E shikues të nderuar, kaq kishëm sa i përket këtij emisionit, natën e mirë dhe mirupafshim.